E kum vrejt se diçka sa në rregull. E kum vrejt se fshati shumë terë, drita shumë rrallë, drita ndryshime. Rruga ka e u përshkruaj shumë nakë, shumë ndryshim i fortë. Shumë ndryshim i mirë. Rruga ka shkoni ne, shumë ndryshim i fortë. Ndryshimi shumë i fortë. Kur kjena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, një shës, afer 2-3 metra, one, kum dëshu edhe kum thonë, kolegë, po qkepum se mundet me konë kurth. Unë. Pastaj propa me e ka orë Sadate. Une jum shku edhe jum shtet në propa në më kua motore. Por me siguru vetën, kum prit, kum vëzhgu. Kolegu tem Sadate të këmun për cilë në rrugën e izvorit. Në atë moment ka ndodhë në detonim shumë i fort. Detonimi ka qenë shumë i fort sa që më ka hupe edhe balancën, do më thonë më ka... Po, e ku marrë vetën në momentet, mirë po, detonimi ka pasu me njerë me të shtëna armesh. Të ka libra të ndryshëm, pari shola, më ka thonë e lez, apo del, ndihmoj, une po ju mbroj, sot muna. I shumë një distancë, mirë po, por unë shumë se komunikoj shumë, do më jo në radio, po komunikoj shumë me zo, vërtet shumë. Atëherë ju mdallën. Nuk kesh më qka ato, do më ato ish dhekja u pajke me sy se s'keshe më ka ato, edhe me thonë tërheqë s'keshe ka. Une ju më shku, ka une e për veturës që këmë dollë, ju më him brapa në veturë, nuk e di pëse në ashtë asim bëroj, ju më nuk së di, ju më nuk pej nalë të me kopë rështerën, do më me tërjek, s'ko mujtë me më rri, s'ko mujtë se nalë, të ju e ta shumë nalë. Edhe normal pa isjet, atëherë ju më dollë jashtë veturës, edhe e këmë ngritë rështerën në ndjerë, e këmë qitë në ngu. Ja këmë shtitë durët, për me tërjek nërkra, mu kanë nëzëjë durët. Kur mu kanë nëzëjë durët, e këmë kuptu e se o gjak, e këmë ditë se o gjak, edhe i këmë largu. Këmë thonë mos për lëndaj. Atëherë, antiplumi jonë i ka ishat naltë, këto, e këmë ka për ka ishat dhe këmë tërjek. Pjesën ku këmë qenë one, ka qenë lume, rejka do më, rejka, bajska rejka i thut, ka qenë, në tonë lumet, kanë qenë disa rath, ose që gypa betonit, metër, do më metër gjën diametrit, prej asoj pozite, kanë gjumë drejtim tonin. Ka pos në atë ven, do më në qatë ven, ka pos pjestor ose sulmus të rrëve po, si në ka sulmu. Shumë ofër, dhe më atë mundet në konë është 10 deri në 15 metra. Mirë po ka pos edhe tjerë të ngonë, ka pos armë, tronë, ka pos edhe të manastiri në altë atje. Sulmi që ka ndodhë ndaj nesh, është sulm tipik ushtarak. I trajnuar fort mirë. Nuk ju mballafaqu asë njëherë një jetën temë që është me qëtë sulm. Edhe që besa dhe i financu shumë mirë. Se armatimi si ka qenë nuk mundet mu blenë trega i armatim. është problem mu blenë trega i armatim. Në më thonë është i financum direkt normal prej servis. Personat si Radojqiqi, si Zvonko Veselinoviqi, janë në pjesën veriore kanë qenë gjithçka. Kanë qenë gjithçka. Ata
kanë pas qaq strukturë të organizume, si çdo herë kanë qarkullu me përcjelljet vetë. Unë si zyrtar policor jam shumë i lëndum, shpirt neshtë, normal, edhe me humbjen e herojt kontar, tash herojt Rashterit Afrim Bunjaku. Normal, atë natë nuk kom pas lëndime nga të shtën atë natë zjarë ose diçka, mirë po emocionalisht dhe shpirt nështë shumë i lëndum. Edhe një vetës e polë dëmtume në këtë rast.